që të mos dukesh kur nuk e asgjë, ti duhet bësh gjithçka. Ti duhet bësh thjesht i përsosur. Aq i përsosur sa t'ja dalësh. Kjo është një këshill që nuk jepet vetëm një vendi. Këtë këshill kaq të mirë, e mira mund të japësh çdo njeriu. Çdo njeriu si një diet i pafat, i pamundur, i dorëzuar, dhe sidomos kur flas që duhet ta lexoni, duhet ta kuptoni, dëshira ime është t'ja u them të rinjve. Nuk e di sa më ndjekin, nuk e di sa më shohin, po nevoja për të zhvilluar ata që janë të rinj dhe kanë frikë dhe dorëzohen dhe thonë varja, lëre, droga, iku, emigrimi, s'dua të punoj, kafe, tjera, kjo është për t'ju treguar histori njerëzish të mëdhenj, të cilët jo vetëm nuk u dorëzuan vet, po më këmbën një komb të tërë, edhe bën që të shkëlqej dhe të mbijetoj vetëm në kësaj strategjie që quhet strategjia e përsosmërisë. Sa më keq të jesh, aq më shumë do t'ja dalësh se ti s'ke luksin mos ja dalësh. Ti duhet të shkëlqesh.